Hoxhi nderuar në një merak të madh se të kam dëgjuar në një nga pyetje përgjigje ka thënë, hedhja e dheut të varrit mas shpinës është një lloj magjie, por unë e kam bërë se shumë thanë për t'i hekur frikën fëmijëve. A mos i kam bërë magji fëmijëve të mi? Jo. Përderisa e ke bërë pa niyet, përderisa se ke bërë me atë qëllim, po i ke besuar në një budallaqje nga ato të mençmet që vinë aty drejti, ka thonë e merr dhe nga varri se po ja hodhe do iku ajo malli fëmijëve, dhe ti e ke bërë se ke dëgjuar ato, nuk është magji këtu, mos u bëj merak. Ne flasim, ka njerëz që janë ustallar të kësaj pune, i ka bë të gjitha adetet, i ka met edhe me morat grushtin e dheut, i bën ato adetet e veta që elhamdulillah s'dia si gjon nga këto muhabete, shiqur Allahut, edhe pastaj u ahudh njerëzve në qafë, në rroba, u afut në xhep, u afut në çanta, u hedh ke shtëpia. Kjo është ajo që ne themi. Ose u ahudh njerëzve kështu, me qëllim të keq. Ndërsa në këtë rast, ty të ka thonë dikush që boje këtë që ti iki malli fëmijëve, dhe ti e ke bërë për shembull, po s'ke pas asnjë lloj qëllimi. Mos u bëj merak se s'ka asgjë inshallah taala.